çuditërisht na kishte sjell edhe prova të reja në këtë seancë. Prova të cilat ajo kishte administruar në datën 1 tetor e më pas, që do të thotë që organi procedurës, edhe pse hetimet kanë përfunduar, ata vazhdojnë akoma të kryejnë hetime. Kjo është shumë e rrezikshme, përveç kësaj do ta sqaroj, kjo është shumë e rrezikshme për sa i përket kodit të procedurës dhe ligjit në tërësi, sepse nëse përfundojnë hetimet, organi procedurës përfundon aty aktivitetin e tij hetimor. Dhe kjo që kanë bërë sot prokurorët e SPAK-ut është një shkelje shumë e rëndë e procedurës e kushtetutës e kështu me radhë. Ne do njihemi me këto prova të reja që ata kanë sjell, padyshim do t'u avëm dhe ju në dispozicion në momentin e dur, por kjo ka krijuar një debat dhe madje edhe një tension në sallë, sepse ne kemi kërkuar llogari në kuptimin juridik të fjalës përse organi procedurës vazhdon hetimet edhe pse hetimet kanë përfunduar dhe çështja është në gjykatë. Shikoj, është shumë e rëndësishme kjo, është shumë e rëndësishme dhe prandaj ne sot kemi patur një tension me gjykatën, jo me prokurorët, sepse prokurorët normalisht janë në të drejtën e tyre se kanë shkelur ligjin, por ne kemi me gjyqtaren, padyshim që kjo gjyqtare vazhdoj të them, ne tani do fillojmë betejën me gjyqtaren, sepse kjo gjyqtare sot ka marrë dhe një precedent të një vendim të rrezikshëm tjetër, duke vazhduar pezullimin e afateve të parburgimit për presidentin Meta, edhe pse unë kam qenë aty prezent dhe kam dashur që seanca gjyqësore të vazhdoj. Kjo përsëri ka vazhduar sot pezullimin e afateve dhe vërteton dhe një herë që zonja Gjoka apo Maneku, siç e njihni ju, nuk është gjyqtare e aftë edhe juridikisht, por e kapur politikisht edhe natyrisht e shantazhueshme edhe juridikisht nga ana e SPAK-ut për faktet që ju i dini tashmë ajo është në hetim. Ne do vazhdojmë betejën për largimin urgjent të kësaj gjyqtare e cila ka kompromentuar që në momentin e parë, që në seancën e parë sot, të gjithë këtë proces. Avokat, nëse mund të na saktësoni, a bëhet fjalë për një letër porosi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe a u relatua në sallën e gjyqit për mbajtja e saj? Ka patur letër porosi në Shtetet e Bashkuara vazhdon për çështjen e lobimit. Nuk ishte ndonjë gjë re, absolutisht jo. GSI-ja kishte marrë një pagesë nga një biznesmen për të cilën përsëri nuk ka as firmë as vul të presidentit Meta dhe as llogari bankare nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra, nuk na shqetëson letër porosia në vetvete si provë. Ne na shqetëson fakti që organi procedurës ka përfunduar hetimet dhe vazhdon po kryen hetime sot që ne po diskutojmë çështje në seancën paraprake. Kjo është e tmerrshme. Nuk është problemi çfarë vjen nga SBA-ja, sepse ato pagesa nuk janë kryer absolutisht as nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe as nga ndonjë antar i asaj partie. Dhe kështu që ne nuk jemi shqetësuar për këtë. Cila është lëvizja juaj e radhës pas administrimit të saj si provë? Lëvizja jonë e radhës është, unë do flas me zotin Meta sepse nuk është i pranishëm dhe do marrim qëndrimin ton për sa i përket gjyqtares zonjës Irena Gjoka. Dhe ne me këtë gjyqtare është shumë e vështirë që ta përfundojmë këtë proces gjyqësor sepse kjo vazhdon akoma, unë prezent aty, ajo pezullon afatet. E kuptoni çfarë nivelesh po flasim apo jo? Pse mungon një avokati një të pandeuri tjetër? Nuk ka lidhje fare dhe i bazohet një vendimi të gjykatës së lartë të vitit 2003, ndërkohë që vendimet thuan specifikisht kur mungon pa arsye avokati i të pandeurit. Kjo është e gjithë. Unë jam aty, jam prezent dhe ajo vazhdon pezullon hetimet. Çfarë ti bëj unë më tani Irena Gjokës? Kur ajo vetë tashmë është në shantazh, unë ja thash në sy, nuk e fajti, sepse këta zotërit që ke përballë, prokurorët ty të shantazhojnë dhe po të hetojnë. Së shfajut unë e besoj problemin e saj, po halli i saj nuk është halli i zotit Meta, është halli i saj që ka me drejtësinë dhe ka mashtruar opinionin publik dhe drejtësinë. Kjo është i... Faleminderit.